Ai nuk ka ardhur me ska, po ambasadori ka ardhur kështu. Në fakt, ambasadori ka ardhur me ska dhe është ambasador. Ju keni ardhur me viza, jeni askush. Pra, varkat e vogla kanë sjell shumë njerëz me ëndra, ambicie dhe që kanë dashur të luftojnë dhe që i bëjnë nder shoqërisë britanike. Nuk e di Andi në qoftë se ka ardhur me vark apo me vizë, po nuk ka rëndësi. Ajo çfarë ka rëndësi është që të paktën komuniteti ynë i shqiptarëve këtu po jep mjaftueshëm Britanisë që politikanët britanik që etiketojnë shqiptarët ta mbyllin gojën, ta mbyllin atë dreq goje, e të mos i përmendin shqiptarët për asgjë përveç se për gjëra shumë të mira, sepse shqiptarët po japin energji, po ofrojnë shërbime, po punojnë fort, janë krenar që janë pjesë e këtij komuniteti të madh, njerëzit të kësaj shoqërie të larmishme, kështu që kushdo që i prek duhet ta mbyll atë dreq goje. Përveç me jesë do të them diçka, po s'po i prek. Pyetja më e dukshme